E zogut. Hajde gëzuar Onaqe, mirë se na erdhe. Mirë se erdhe. Edhe ti Vango, gëzuar. Gëzuar. Edhe paçim një sezon të mbar. Amin, se meriton. Urojmë edhe regjin gëzuar, se shumë shpejt ona I bëj gëzuar na kosi regjia, më duket. Do të duket. Kemi dhe Jeni Kaçin sot, kemi dhe Blero Topullin. Jam edhe unë, janë dhe juve miq të nderuar, të dashur dhe faleminderit për të gjitha suportet financiare, apo jemi në 2025. Për suportet financiare që si kanë dhënë. 5.000 kruna, sa qenë ato? Sa është kruna? David Sinani, falenderojmë David Sinani që napi GoFundMe dhe gjithë ata që kanë hedhur ato. Udro, nashi vazhdo. Vëllë i lek të GoFundMe? 5.000 kruna. Po çfarë janë krunat? Lek norvegjez. Po sa lek janë lek ato? 5.000 kruna janë 5.000 lek të vjetra. Po mirë, 5.000 lekë mund të blejmë. Ai miku ton nga Një paketë edhe Ai miku ton nga Londra? një paketë. Vaj zbërja. 2 paketa bëj, ti je brenda. Jo, një paketë 5.000. Nga Londra çfarë bëj? Ti thua kështu. Tani se do ti Malboro Malako që vete 5.000 lek dakord. Unë jam me Hodhi noi para nga Londra? 1 euro. Si asnjë euro. Asnjë euro fare. Ai që është sigurt do. Ne. Kush në Londra? Është Një miku ton nga Londra. E mbajmë ne anonim, mbajmë sot ngjelet anonim. Po zot e leku në themi emrin ore. Po ta bëjmë ne si Olsi me Eminin. Përshëndesim donatorët se si thon. Ruarsi me Jaminin ka bërë një gjë fantastike, po bëjmë një film me sa kam marrësh. E kupton ti je pjesë s'të kanë marrë në kas në ashtu. Bile si gjova që do vinë në Janin do prinë. Në Po, Janin. kanë gjime në Janin? Po, gjime. Kanë vërtet? Po. Po bëra një shkëmbime gjira. Nxepa hajde. Hajde. Jo, nuk ta hedhova. Ori këtu, ulu. Ja, tani s'bërtet. Ulu. Hyrja qenit. Jo, këtu e. Ja më shikon. Ç'ke ke frikë ti jo? Ja, ashtu. Ulu, të çfarë? E kam çika ashtu po. Po jo, ori. Ulu. O ka që po iki. Ulu! Të merera në podcast Eksperiencë Eurokastra. Lemerira. Po pse valla, Zeus I ka në podcast, pse mos vi Zepa? Ja gëzuar për Zeba, misë në Zeba. Gëzuar. Për tik jo, me fund. Siç e shikoni miq të nderuar me këto që na ndodhen, e kupton, gëzuar sepse sponsorat Janë e varfër. na kanë lënë pak pas dore. Sponsorat ikën e ata që gjenë, thuaj. Zebës Bashkë me Gjirokastit e ikën e sponsorat. Zoti Kaçi. çfarë sponsorash? Ata Unë sponsorat them i diçka unë me Evangelin kemi një ide, po para se t'ju them iden, kam një sponsor në mendje që I bëj thirrje publike, që janë agjencitë funerale të Gjirokastrës, që I bëjmë thirrjen tonë publike të na bashkohen, të sponsorizojnë podcastin tonë. Po hajde ti ulu diku vetë. Po hajde, nuk ta do sa jo. Zeba ul. Bravo. Zdaj se syri andoj syri këtej. Na që shmendim kjo për këto sekuenca. Këto janë lemerira që vetëm këtu duhet. Me mua e ka jo. Shiko na që vejta. Foli. Hajde, ulu Se nuk dua dhe ti flas keq se mos na vjen Emin Kokalari me Shoqatën e qendrës. me shoqatën e kafshme edhe na gjen dhe Belaja. Ka vërtet me na qenë. Ur. Ha, Atëherë fillojmë pas falënderimit dhe kërkesës të Bleros, dua që të pyes pak zotin Sumeli, të lutem. Si po se mbarojmë. E nisi Agjenci funerale të vinë, të rrjedhin lekun. të na bashkohen Sponsor. për sponsorizime. Më falin 2 minuta. Vazhdo. Kujdes Si Sumeli. mendon ai që për Hop. Skaj, se rregullojmë. Ja. Më mirë ato pjesë e para ti prisni më mirë problem. Jo. Qenin edhe. Rire ha Tulu. Se o flasim.
Ato ti shikojmë në Jemi live, miq, dhe ndodhin këto Po, gjëra ku jemi live live. stream. Çdo që ndodh është e pritshme. Uluani të nisim çik sa glam vllaz. Tani bravo, siç e tha dhe Evangeli, ta rinisim prap sa glam. Unë dua të pyes pak Evangeli, me që Evangeli ka dhe pak më shumë eksperiencë në fushën e gazetarisë. Dhe ndoshta është më i updateuar me këto zgjedhje, se ne kemi zgjedhje tani për pak kohë. Për pak kohë. Edhe Zgjedhje apo votime? votime dhe zgjedhje apo jo? Votime dhe zgjedhje është e njëjta Zgjedhje, version, jo, është prapë së zgjedhje, prapë. Edhe Njëta version është prap. Dua të di opinionin e Evangelit. Çfarë mendon Evangeli? Si do vazhdoj këtë Se edhe nuse to. Si? Keni ta kishti makinën apo? Do kapim urgjent. Se patentet ju që keni po. Edhe ishim te Evangeli. Si mendon Evangeli? Do vazhdoj akoma, do vazhdoj situata siç është apo do kemi ndonjë ndryshim në rezultat? Se Naçi ka hedhur dishnjësh. E ka hedhur dishnjësh për shembull Naçi, luan blofi Naçi, e kupton? Më mirë ta hedhi X të jetë brenda, mos jetë. Më mirë X që ti jesh brenda. Kush është X-i pa? Ai o. Se unë do votoj me erdhi letra. Deri detë Se si voton këtu? Diasporës. Do votoj jam në diasporës unë. E ti voton online, apo si voton në post? Do më me poste. Po ti bën X-in aty Në në post, fakt- nis prapë me post. Po, Po. E ku numërohet kjo? numërohet në Vjen në KQZ Gjirokastër. në Tiranë, nuk numërohet Jo, në Gjirokastër. Unë e di- Numërohet në Tiranë, numërohet në ambientet e KQZ-s, të gjitha votat e Po mirë, diasporës. vote këtia, për kush? Për Gjirokastrën? Për Gjirokastrën. Po pse mos jetë për Tiranën? Po jo më vjen në Gjirokastër, pale se shumë Evangeli. Me rregull. Vota ime, unë jam Gjirokastëritasë. Po. Vota ime vjen në Gjirokastër. Naqe. E Sarandiotit vete në Saran. Ka robi ka 20 vjet që ka ikur. Naqe, me Ku rregull. vendos për kë? Logjika- Ku vendos për kë do votoj kjo? Po unë po për Gjirokastër do të më vi. Po mo pse? Kështu do logjika. Po Po nga rregull- Gjirokastër jam, për këtë votoj Shiko, Kuksin. Po na. Mund të kesh. Po Na pse që- mos votosh për Kuksin? Njësoj është. Ti emigrant jolla. Po re, jenë Terezit i shuar. Ore jam Terezi shumë. Unë si njoh fare. Unë se di ku bie. Ka Gjirokastër tani që votojnë Tiranë molla. Po ai ka ikur, ka marrë letrat këtja, ka ikur në Ja pra Tiranë. ti pse voton Gjirokastër të them? Po këtu jam, unë këte jam. Herë në fundit që ke Po. jetuar në Shqipëri ka qenë këtu. Po këteja jam, Kjo more. është ideja domethënë. Po, Po dhe ai në Tiranë, më Gjirokastër është, po voton për Tiranën. po ka njerëz që i marrin letrat. Në Tiranë? Do ti herë në fundit që ke dalë. Gjendja civile, gjendja civile. Ke qenë i regjistruar këtu. Po. Kjo gjë pyetja. Po kjo është thjesht sa për votime tani. Shikon, nga momenti që ti je regjistruar si pjesë e diasporës, ke ngelur, të ka ikur pasaportizimi për pjesën e votimit. Tani ti do votosh vetëm për diasporën, do votosh vetëm andej. Të është hequr nga momenti që ti je regjistruar në platformën PER, nga ky moment ti ke të drejtë të votosh vetëm aty ku je. Po më po e morëm vesh atë. Po ajo është se vetëm për këtë votime. Po për Jo, kë është për voton çdo ky është votim. pyetja. Jo, Ajo unë nuk është ikë nga pjesë e Greqia. tia. Voton për gjithësi. Ky voton për Gjirokastrën, Kur ke se bërë ka qarku i aplikimin Gjirokastrës. ti, të thoshte atje për cilin qark do votosh. Po. Jo, apo- s'është nga këtu, Po jo. e çplotçoi atje. Se mbaj më të fare kartën e identitetit, E kishin ata informacionin. adresën e Janinës, Po mos kesh kartë ose pasaportë s'voton dot. adresën e Janinës ku ju jeton që të vi letra, Edhe vërtetim që unë banoj atje, Edhe një vërtetim, bazës mjafton vërtetimi, qoftë një dokument që ti je i figuruar në atë X adres me këtë kod postare, më the të Po thash. ti pse bën si emigrant? Po unë deri dje kam qenë jashtë. po nuk ishte drejt vote ama. S'ka Tani ne kemi rëndësi drejt ajo. vote. Të paktën, Nuk e jo, së gjemi. të paktën, Kush të gjemi? Po ta Që thash voton se- jashtë? së Për mua gjemi. shumë gjemi. Gjeja me keqja. Me keqja. Po pse është me Po se voton tani Amerikani që ka 20 vjet, ata shëran dhe pa. Ka 20 vjet pa shkelur këtu. Ka 20 ai amerikan që ka 20 vjet pa shkelur këtu s'ka identitet shqiptare as pasaportë. Jo, mo jo, kanë se i Nuk marrin. voton. I marrin në për ambasada, Nuk kanë. voton. Ka njerëz që kanë. ka njerëz që i nxjerrin edhe në para pasata dhe në për konsulata, sipas dëshirës së çdo kujto eni. Jo. Është gabim kjo diasporës. Të votojnë njerëz që janë këtu që i din hadet, Shixhi. sa të tani të votoj Unë kam tjetri. një rast, kushuri që më ka ardhur pas X viteve në diasporë. Edhe thoshte, na kishte parë televizor ande, këtë është pedë, thoshte, do vi të investoj. Edhe erdhi vet. Erdhi në tapën e ku prape. Kishte edhe vëllai që kishte ardhur më shpejt, i thoshte, "Shtua më Po budalla." ai s'është as i pari as i fundit. Edhe erdhi, ndeti një muaj këtu. Edhe kur i ku tha, unë të investoj këtu, tha, debil je mo, tha. Po i ke para ata që janë thjerë ç'bëjnë? Nuk e di. Bëjnë ecje, nisën nga shtëpia, vjen më në virua, vin prap. Po, është shumë mirë është.
Po shumë e mirë. Ato bën mirë përshëndetin. E di. Gjysmë Gjirokastër ka filluar bën ecje. Kjo është shenjë e mirë apo se kuptoj? Shenjë e mirë, se eci është gjë e mirë, mban Gjimnastik. në formë. Po. E marr vesh. Po, se unë që bëja me bicikletë një sa kohë. Merë pak të lutem fjalën. Kishe edhe një pyetje përpara se të daloj jetë e bleru Angeçi. Jo, Qa pyetje? pyetja që kisha unë për ishte për Vangelin olla. Po s'të lën rreth këta mysafirët. Bravo, s'të lën mysafirët. Unë S'na lën në miq nga Janina. Doja thjesht të pyesja zotin Shumeli, Vangel Shqeto. zotin Vangel, doja ta pyesja, domethënë, jo për bindjet e politike, pasi kjo është gjë që Private, çdo kush e ka sekret, private. janë Doja Po ta të pyesja. doje thotë. Jo, doja ta pyesja thjesht në qoftë se nuk dua Njëri ta. ka veshur brekët për shembull. Jo, Siç ma, ka jo. mund të Jo, verdha është sot, gjë mund të personale. them unë që kam brek të verdha, Unë- që s'më besojnë. Vangelin doja ta pyesja thjesht për diçka, në qoftë se Vangel këtë proces të zgjedhjeve ndodh la remontada, domethënë që siç është ajo që e luan Reali me Barcelona dhe e kthen nga 2-0 Reali, e kthen Barça 2-3, 2-5. Ti Ka pa i atë penaltin me këmbën tjetër, dera i tjetri. Ti mendon se për Gjirokastrën apo për qarkun e Gjirokastrës? Në fakt ne do ndalim te qarku Gjirokastër se 4 mandatet janë në rang qarku. Po, për Janë qarkun. për të shtata Për bashkit. qarkun e Gjirokastrës. Se të- Kjo do jetë një gjë që do jetë për mirë apo do jetë për mua. Apo do vej më gropa akoma. Tani do ta tregoj koha, pavarësisht se kush do fitoj. Pavarësisht se kush do fitoj, varet si do ecin gjërat, do ta tregoj koha. Është në dorën e atyre që ne do votojmë. Ne do votojmë. Okej, neve do shkojmë atje, do hedhim atë votën. Sa të sigurt jemi neve që vota tonë do shkojë ashtu siç neve kemi vendosur. Do dalim pikërisht tek ideja që shprehte Bleru. Ore, më falë se u futa. Po nga do di Vangeli këtë dhe? Vangeli ka eksperiencë, Është gazetar, ka vite që ndjek Është gazetar, mo, Unë dua mendimin e Vangelit, nuk është se dua një vull në Vangelit, kupton? Tani ne do përpiqemi të ftojmë të gjithë kandidatët, një nga një këtu, se të gjithë bashkë është shumë e vështirë të bësh 2 shqiptar bashkë, jo imagjino 5. A janë sa parti janë? Janë pa fund. Janë 15 të regjistruara tani. 15 parti. Këto ke koalicione, më zëmëra, janë bërshme e thjeshtë. Koalicione vinë bashkë, këto koalicion ka 5. Me sa di una, Janë Ka dy pesë koalicione, mosuar. janë 2 koalicione të regjistruara. Është Dashej me Ali Beajn, është janë 3 pas. janë po 3. janë këta. Përfshir PD me gjithë PD-ja me aleatët. edhe nisma Me- Shqipëria bëhet. Çiçik tani valla. Ke PS-n tek pull normale. Pastaj tek pull dje. O fitoj. Do të thua, Është dosur ajo. Është PD-ja me aleatët, me 70 parti. Po. Shqipërinë madhështore, Shqipëria madhështore. Po. 2. Është thurja me Nisma thurje me Shqipëria bëhet. me lapën, me 3 Shqipëria. koalicione janë, pastaj pjesa Është dhe kjo tjetër. mo, Alibea ishte. Ali Beaj me Shej. Me Shej. Këta të dy janë vetëm. 3 janë. 3 koalicione në total. Mirë, këta të dy tek Po, janë po, këta po, dy. po, po. Është dhe ky. Agron Shej. Agron është- Shej. a është tek pull, ej. Është tek Po, pull. është dhe më kjo. jashtë. Është e qori, o vlla. Është dhe lëvizja bashk, po. Është dhe qori. Edhe qori Tek tek pull pull. janë. Të tjera s'ke, 5 ke domet. Ne themi ato që janë ndier më shumë. Po, 5 25 vet ai thonë. 5 20 i thonë. Një do ftojmë ne se nuk na del. Po të vinë. Si është kjo ide? Kanë leje të vinë. Si ta kuptojnë dhe ata, se mirë këta janë si të kështu. Për ju edhe për Pse ju. do ftosh në një olla? Kur të drejtë kanë të tërë të shpaqin programin e tyre, pse ftosh një? Janë të gjithë të mirëpritur që të Një. vinë të Pyetja ime, zhvandosin. të bëj një pyetje, me që zoti Vangel i di mirë këto gjëra. Në këto të qarku të Gjirokastër, votimet e qarku të Gjirokastër që do bëhen, se nuk i kam marrë vesh akoma. Ka ndonjë Gjirokastrit nga çdo lloj partie? Si ka lidhje, më bëj një pyetje. Po Arbenistani Gjirokastrit është më duket. Është nga Zagoria. O vlla, unë kur thom na qyteti Nga Gjirokastrit, qyteti duhet të janë ketë, shumë o. sporadik, janë shumë të pakët. s'është Gjirokastrit. Bëre mund mos ketë, po është tër qarku që O vlla, po qarku është e përmeti, më unë thom Po, Gjirokastrit, mo, Gjirokastrit, si Gjirokastrit. Ka ndonjë? S'ka lidhje. Nga partitë e S'ka, mëdha kuptoj që s'ka lidhje. Gjirokastri. Nëse s'ka dash asnjë Gjirokastrit të futet, më është e thjeshtë.
Është e në dëshirën e gjithë secilit se Nuk e di, mo, mbi të edhe gjitha se- nuk është se të bën origjina. Gjirokastra është mbi të gjitha e dashamirësve të Gjirokastër. Ore, unë nuk e bëj pyetjen me të Fare, keqe. je qarku i Gjirokastër, qarku i Gjirokastër është te Pelena. Ore, marrë vesh. Është me Malia, E është marrë vesh. Kërcyra, është Tani- Ballabani, është Katundishta. Pyetja ime është shumë e Rëshqati dritë. Mund t'jetë edhe na drita ajo dha. S'ka ndonjë gjë të keqe. Po nuk thashu që ka një gjë të keqe më. Po. Unë them, ka ndonjë Gjirokastrit? Nuk e di. Kjo që pyetja. Gjirokastrit jo. Në rregull. Vazhdon programe. Shkimo. Pjetë pak Blero, Tritan shehu. si është Tritan shehu është Libovit më shumë. tani si është ideja e këtyre që do ftojmë neve. Nuk kemi që- gjë me Jo, nuk kemi gjë. Neve thjesht kemi një ide, ne si podcast duam që kur fillojnë këto muaj që bëhet S'ka Një filluar muaj atje. para, më duket. më duket. Shiko, 30 ditë pas. muaj fushatës. Më duket se ka filluar që dje. Zyrtarisht fushata të fillon në 11 prill. Një muaj, Aha, 30 një ditë. muaj. Një Jam muaj gabim. përpara Tani, fillon gjatë sezoni i fushatës elektorale. gjatë tyre Zyrtarisht. 30 ditëve Thjesht emrat e kandidatëve kanë dalë më shpejt për shkak se brenda 16 prillit do shpërndajnë fletat e votimit për atat e emigracionit. Vetëm për emigracionin ka dalë më shpejt ta. Po, vetëm për atë arsye se brenda 16 prillit do shpërndahen për votuesit e diasporës fletat e Po votimit. mirë, të bëj një pyetje una. Në Gjirokastër janë dhe duhet të si funksionon ky sistemi i ri që ka futur tani. Se Po. vjet kishte hers. Që Bledi Çuçi për shembull theu hersin e futej e po të qej fundit, po të thyen hersin fitonte. Po. Tani në Gjirokastër dal të bëj pyetjen, pastaj Po. janë 4 deputet, edhe kanë një në lista të mbyllura. Po. Ta zëm në PS janë 4 veta, e fitoi vetëm një mandat, larg qoftë. Fitoi vetëm një mandat, PS-ja larg qoftë. Se do fitoi 4 thon. Jo, mo 4 vështirë. Mund të fitoj edhe 5-4, po. Shmuabet Ka fituar, ka fituar një 4? Tani dem pak të bëj pyetje. Do rregull, vazhdojmë programin. Janë është një në listat të mbyllur, Po. janë dhe të tjerët. Tani në listat votuan të tërë, votuan njërin. Ta zëm se ndodhi, votuan 100% të këtyre, e fitoi vetëm një PS-ja, po 100% të votuesve të PS-s votuan këtë të listë e hapur. Futet ky i listës së hapur, a futet kjo e listës së mbyllur? Ai listës të hapur, Shiko, në qoftë se tani do të them rregullin si është. E, rregullin Ata dua. janë 5 kandidatë të zyrtarizuar. 4 kemi neve dha. Për 4 janë mandate, ndërsa Mandate, ja. ndërsa 5 janë kandidatët që kanë në çdo flet votimi të çdo parti. Si 5-4 janë. Janë 5 kandidatë bashkë me atë të mbyllurit. Da, bashkë me të mbyllur. Po, bashkë me të mbyllur janë 5 Po të mbyllur kandidatë ti sa total. shikon gjikun ti sa është i mbyllur. I ora. pa Unë për të mbyllurin s'votoj do. Nuk voton dot për të mbyllurin, ndërsa Po. ndërsa me rregullin e ri, nga i dyti deri tek i fundit do votoj me kryq. Me kryq, Hersi është shuar, nuk ekziston. Nuk ka më herës. Është kush mbledh më shumë vota del bashk automatikisht Do me thënë, me të mbyllur. Do me thënë unë po votova Vangelin, që është e listë e hapur, fiton Ergesti që është e mbyllura. Fiton po. Në qoftë se meni vetëm një. ai Ti hapuri, ke të 100% Vangeli, fiton Ergesti që është tek e mbyllura. logjikisht fiton ai lista e hapuri, mbyllur. ai Nuk është hapuri se po kaloi në një. Jo. Ky të e hapura. Te hapura kush merr më shumë kryqe është dhe Treshi- pavarësi të votave që merr partia. Do me dëgjoj. thënë në Tiranë, në të marrim një shembull tjetër, Tiranë ka 10 ta zëm, tek e mbyllura. E fitoi 11 kjo partia. Po. Futen të 10 këta tek e mbyllura, Plus ai Plus kandidat më që i merr më mbadhi shumë që ka më shumë tek e hapura. Po. do me këta tek e mbyllura. treti- Janë të mbyllur, janë të kyçur. Treti Po çdo fitoi, vot. po mirë, po fitoi vetëm 9 kjo partia në Tiranë. Po. Na 10. Kush futet? Të mbyllur. Në bazë të jo tek të mbyllurit e mora vesh. Po. Po në bazë kush është vënë tek e mbyllurit na 10-10. Po. 10 nuk futet. Janë të kyçurit, po është në varësi të Ore, numrit, tek janë të në varësi kyçurit- të numrit që mbledh secili Tek të votues. kyçurit fituan na këta 10, PD-ja mori vetëm 9, kaq vota mori. Po. Se PS-ja mori. Po. E di ma të muhabet. Mori 9 vetëm PD-ja. Tek këta PD-ja ka 10 në të mbyllur. Po. Si do zgjidhen këta të 9? Sipas të numrit. Janë Sipas numrit. Janë sipas numrit. Në domethënë Shiko, nga i shiko. pari tek Nga i pari është interesant. Prandaj kam vetëm të parë. I pari. Dhe pra, kjo që Ai pyetja, si që tjerë se ne një kemi në të mbyllur. Në Po qoftë se Tiranë që ne- bëhet lufta. Në qoftë se ne kemi 15 kandidat dhe janë 11 vota, 10 të sigurt marrin vota të tërë sipas numrave. Vota e 11
I shkon ati numri që i ka marrë, mund t'i shkoj 14-ës, mund t'i shkoj 12-ës. Nuk i shkon te lista e hapur ati kandidat Që ka marrë vota. Se nuk ka herë siç ka qenë në zgjedhjet e kaluara në 2021-shin. Po kë kemi kandidat tani neve? Tani po e nisi me mazhorancën. E para dihet që është zonja Mirela Kumbaro, pastaj listë e hapur nis me Anila Dimitrin që përfaqëson Përmetin, është kryetari i Këshillit Bashkiak. Më shumë, po. Është Piro Dhima, biznesmen. Më shumë. Për Gjirokastër është ish kreu i Bashkisë Tepelen Tërmet Peçi. Është edhe profesor Shqyri Hysi, pedagog dhe akademik. Po është dhe një tjetër. Jo, është dhe një që thoshte i deputeti që dua. Profesor Shqyriu ka dalë nga platforma deputeti që dua. Që është bërë nga Partia Socialiste. Pjesa tjetër kush janë? Dale pak, ishte Mirela. Po. Pirua, Tërmeti, Anila edhe Shqyriu, po, 5. 5 janë në total 5 për 4, domethënë njërin akta edhe po e morën 14-0, njërin akta nuk vete. Po. Nga Partia Demokratike? Nga Partia Alianca Demokratike. për Shqipërinë Madhështore. Kujtim Ljuzi. Pastaj është Tritan Sheu te lista e mbyllur, ndërsa te lista e hapur është Anila Buci, është Apen Ristani, është Bajram Hysa përfaqëson zonën e Përmetit dhe Mariglen Dervishi që përfaqëson zonën e Memaliajt. Kurse nga Lëvizja Bashk është Lëviz Beta. Miku ton, çfarë kupton? Në listë mbyllur. Është në listë Se kanë mbyllur. të hapur dhe ata. Kanë se pa shumë diku, kanë, po nuk e dikush është. Kanë dhe ata është një nga Po, Lëvizja Bashk është Starlin Qori. Tek lista e hapur nga Lëvizja Bashk është Sokol Gjoni përfaqëson Gjirokastrën, është një kredison. Sokoli gjë kam në Partizani una. Po. Është Po më duket se iku prap në Amerikë Sokoli. Është Kledison Harizaj nga Kërcyra, është Silvana Zoto prap nga Kërcyra, është edhe një tjetër nuk e se mbaj më. Tani, o bëjë. Dal pak se Ja, mo të bëjmë dhe në ti marrin vesh të tërë olla. Po tani vetëm ti i morëm vesh. Jo, se është nisma thurje me këtë lapaj. Po Po na këta dim që Po sa mbaj mend ai mu një. po është gazetar o zona. Është kompjuter. Mund ndaj pjesë këtë. Përfaqëson në fakt Dal. Kancerin në Brik, është më ai apo jo? Ai ka vdekur zonë. Jo, vdiq po. E zui për vete ata. E zuri për vete. Ishari e ha, dihet. Nga thurja. Nga thurja është Kosta Garo, ka Po, ma qenë the atë kohë. ka qenë kandidat për Bashkinë e Tropullit, po me këtë sigël në zgjedhjet e parvjetshme. U dale pak tek kjo. Televizia Bashk është dhe Stella Çika. Stella Muçi. Muçi. Stella Muçi është Çika olla. Jo, Muçi. Stella Muçi quhet. E di më Ka mirë. qenë brezi të ndërgjes. Ose ka të burit. Jo, Stella Muçi e ka të saj, ajo ka bërë Por në gjimnazë kishte tip kështu. Muçi. Që e Është njohur. motra e Redi Muçit që është dhe ai mbartës i listës Bashk për Tiranën. Se pash sot. Stella Muçi quhet. Ani ta bëj çikpjetjen na që Dale pak se si mbaruam. Kemi edhe Ganisma thurje të thash, është Kosta Garo, është Po, edhe këta janë bashkë. Është dhe aktor, jo. Po? nga ky Agron Shaj. Agron Shaj është Televizja Mundësia. nga Partia Mundësia është që të themi personazhi më të njohur Fotinia e Big Brotherit. Kjo është e Mundësia. Po. Këta do një fusin dhe Eminin. Emin Gogalari, Këto janë dhafe, ha? Ore veshu. Këto janë dhafe. Apo jo? Po Emini nuk pranoi. Emini nuk pranoi se nuk zgjedhë shpejt në mëngjes. Të vende në parlament. Punë e lotshme. Neve i propozuam, Po, neve, jo unë se s'kam lidhje fare, po Emini vetë i propozoi që mund të futej vetëm në qoftë se tërë deputetët bënin një kështu gjë, që kuvendit i fillonte punimet pas orës 6 bazit. Ose të punonin online. Direkt nga krevati. Po pas orës 6 bazit. Po. Po miro se ka dhe Basha partiolla. Nga Basha Ka nxjerr gjë? Ka nxjerr Se është 4 e Basha. kandidat. Ka nxjerr vërtet? Po, ka nxjerr 4 kandidat. Aha. Është Panajot Laro përfaqëson Gjirokastrën, është Dorian Ziflaj që përfaqëson Memaliajn edhe një Gerando Çaushaj. Shiko, unë dua që të bëj Pavarësisht se kush do jetë rëndësi Atë pyetje Renaqes. Qëftesa Atë pyetje Renaqes nuk i bëj. Është i mirëpritur që do vi. Tani pyetja ime është kjo. Këta që do dalin tani. Largoj pak këtë duket. Këta që do dalin tani. S'ka rëndësi nga cila parti janë se në përgjithësi nuk miremi me politikë ne këtu. Ne bëjmë muhabet kot.
Do t'ja qajmë në një radhin këti populli, ta zëm, apo thjesht ven atje marrin rogat. Po miro ne muhabet Këpjet, bëjmë. jo. Pa unë e di që është gazetar. Muhabet bëjmë. Çështja Si mendon ti? çështja aty qëndron. Dhe për këtë arsye i ftojmë që të vinë këtu. Bravo, po këto do ta do të Prandaj dolëm atje. atje. Prandaj dolëm atje. Hajdeni këtu. Këtu i thotë ai. Dera është e hap. 1-1. Ore, duke filluar se unë e di sa atë po nuk na lat juve me këto prezantimerat, me këto pjetërat e çuditshme do vënoj dorën në plak. Qivuret me funeralet. Tani, duke filluar nga muaj që është ai muaj që bëhet fushata, neve si podcast kemi vendosur që të ftojmë nga përfaqësues në çdo parti, të vi të shpalosi ato planin e tij, çka ka qyshtek, profilin e tij, një. Po të duam mund të vinë edhe të 4 të 5 njerëz jo, po nuk na merr këtu, duhet të marrim një zyrë tjetër. Më e mirë është të vinë tek e Duhet tek. të hapet sponsori. Bravo, duhet të vinë ndonjë sponsor. E mirë është të vinë tek e tek, edhe që të njohin edhe më mirë njerëzit se podcasti është i ndjekur si në YouTube, si në TikTok. Edhe mund të bëhen kurioz, ore çka ka Naçja, ç'a mund të ofrojë Naçja. TikToku më duket se iku. Jo, s'ka iku akoma. Kush? E. Po TikTok. Dhe iku s'ka problem, ta gjejmë një mundësi të futemi në TikTok. Po tani kam një, dua të them një diçka tjetër. Kemi bërë 4-5 podcaste kemi tani. 28. Jo, që jam unë. Flas me prezencën time. Edhe në të gjitha këto podcastet kam zënë në gojë të paktën lagjen time, blejtë të tjera. Pazari i vjetër. Mos e zë. Ore, nuk i ka ardhur njëri të zoro të vitë të shikojnë atje ç'bëhet. Nuk i kanë parë këto videoa, këto gjëra. Këto ankesa, këto kërkesa. Ore ç'a halli këtë pas të vjetër, ta kuptoj dhe jenë në tërësi. Po rruga. Ç'a ka rruga? Është e ngushtë, është e vogël. Cila rrugë? Atë s'ka rrugë fare mu. Si mos ka rrugë? Po ku e ke këtë rrugë ti? Cila rrugë valla? Po rruga mu nga shtëpia ime atje, nga rruga e Cfakës, që futesh këtej, pse ç'është rruga nga Kaleja. bypassi, rruga që vjen nga bypassi. Rrugë këmbësorësh. Pa i kura fare, Sa ta për atë. edhe për makinë? Që ka rënë, jo e di, e kam parë që ka rënë. Po atë s'kan ardhur vëni kordele mu. E kam parë që I ka kura jo, o bjerë në njëri e ki Po poshtë. ç'lidhje ka deputeti me ato valla? Po ç'le putet, mo kjo është tjetër gjë që thonë tani. Po mirë, më kalove në tëm tjetër pastaj. Po në tjetër, po. Po. Në pazar të vjetër nuk ka rrugë këmbësori fare. Është në pikë të hadit. Ke kaluar në njëra ande? Po kam kaluar se atje jetoj, nuk jetoj. Po jo nga katërdhëmi mo ka çi vllai. Po më po e di ku të thua. Nga krau tjetër. E di ku thua. mo. Të pëlqen ai rrugë ti? Edhe kur u ankua e Minko Kalari qytetari digital, ai qytetari digital isha una. Unë i thash postoj e çik se ti të shohin. Po. Edhe për dritat e bypassit. Që vajtën 2 vjet që janë bërë Kalova tani, ti si janë të tëra drita të fikura dhe Jo, nuk janë të tëra. është një dritë si horror, ja bën kështu. nuk janë të tëra. Janë 6 jetë se i kam numëruar, janë 6 jetë cop të kalosh tani. Mund të jetë rritur numri, janë 40 që s'punojnë edhe 20 që punojnë. Atje afër lagjes punëtore punojnë. Mund të ke vaj 41 me 29. Sa kalon lagje punëtore? Në lagje punëtore, sa futesh, në 5 të parat punon vetëm njëra. Jo, Mik të forta, ja. Numëroj natë për natë, në shpirë, numëroj natë për natë, se ndryshon. Kalova tani dhe që Kam fare. filluar 110 orë që ishte më shumë probabilitet nga këto që punonin, tani që jemi në mars ka vajtur 40 me 20. 40 nuk punojnë, 20, tani kam filluar të numëroj këto që punojnë, se është më thjeshtë ti numërosh. Është vetëm më pak kohë. Bajsh muhabet tjetër. Ç'mendim ke ti Vangel? Ato i takojnë të njerëzve të lagjes. Ti ke drita në lagje vëlla. Un kam drita në lagje. Bravo, ka. unë kam. Je në rregull. Edhe unë kam. Edhe Po unë. ç'bëj pastaj mos na e bëjmë maksus neve të që thotë Emini të pazarit të vjetër. Ti s'ke drita në lagje. Pastaj Jo, atje s'ka- s'kam drita. Bypassi është tjetër. S'ka rrugë, thash. Kisha rruga. Rruga atje, shishik, rruga atje ka rënë. Drita. Edhe ti e di shumë mirë. Jo ajo e Cfakës, jo. Unë them rruga. Ne mo rruga që Lere atë, unë them rruga brenda në lagje o burr. Rruga Kush rrugë brenda e lagje shtëpisë valla. S'ka Rruga rrugë. që ka rënë, kjo është rruga që Le atë, vjen nga mo. poshtë del poshtë në Cfak. Ajo ka rënë. Ajo po e landin çik atë, i ku e tëra fare. Ajo ka rënë, e di se është. Do ndërpritet atje fare U qarkullimi. zgjerua ajo rënja e asaj Po, para 2 javë. te u zgjerua prap tani, më shumë. Tani nuk e di, mbase. Atë s'ka më një kordele. Kaloj nesër. Po ç'ka kalova unë tani e Ditë pash. për ditë kaloj. Ka ikur akoma më shumë. Por edhe janë 3-4 dëshira të mira, iku fare. Nuk duhet ajo. Gori që vende me makinë, parkonte makinën poshtë, ja morën patentën. Po, s'ka më nevojë. Për Po, çfarë, për këtë duhet ajo rruga? po kalon njerëz se nuk janë të tërë me lekë ku kaçi me makina. Po s'kalon njeri aty. Po kalon mos e kalon njerëz i bjen nga pazari vjen në Ti pje një gjatë valla. vjen në Cfak. Kë votojnë ata? Ju jeni ju. Turista votojnë pa për fundo, se imagjino dot.
Ju pandeni se është me shaka. Jo, kalojmë vërtet. Po disa turista kemi Po ne. neve kalojmë që vemi në Alipash, ne kalojmë atje. Po, e disa njerëz kanë në pazar të vjetër me turista? Dhe di. Futen andeja si të lemeritur njerëzit, va. Si jetoni ju këtu ja Po bina. di më të bukurën tjetër. Që mua turistat më pyesin kush Manalati se duan ta shohin. Duan të shohin Manalatin. Nuk e duan më pazarin. Është bërë një gabim. Te top 10 destinacionet e Gjirokastrës. Po, fush Manalati është Është vënë Manalati me fotot e Dunavatit. Ai është muhabet tjetër. Po është Dunavati, Po ka laja? Kush i vendosi këto? Blogger. Kush janë këta blogger? Ka njëri ka Jo parë blogger, 10. nuk i vendosi blogger. TripAdvisor vendosi turistat vet. Po turistat e bie që të vjesin komplet program. Ç'është ky blogger që ka vënë Manalatin? Po është Dunavati o vlla, është taverna tradicionale. Ore ato që shikon ti, unë Shikojnë nga këto tavernat që Ore se atje është pikë që shumë është kjo që thot Bleru. se vendet e ure Alipashës, një, edhe dyta janë tavernat që është Porte Kalas afër. Kardashi e më the të Po, thash. mos bëjmë reklam se duam lek ne, çuna. Jo, më nuk doni fare. S'është reklam. Ata nuk e di, janë rasti çuditshëm këta Kardashi valla. Shumë mirë, o regjia. Këta duhen studiuar. Do filtre. Jemi me dritën. Things to do, si old në Gjirokastër valla. Things to do. Gjë e parë është Gjirokastra Castle. E dyta është Skënduli, e treta është Zekate. E katërta është Pazari, tuneli Lustës së Fort, i të ftohtë, karavani del syri i kaltër, muzeu etnografik, ka ikur kjo, ka ikur Manalati. Xhamia Po kur Nature është Enjoy kjo pa që lidhje. për që bëj o nga tresa o Bleri. Nuk është nga treso, thjesht Ka ikur fare shim Manalati, blogger ja ka futa kot. bërë atë. Nuk e di kur top ka ikur, 10 po e ka atij ikur. blogeri. Edhe ai deli pari kur kërkon te Gjirokastra Things to do. Apo jo. Ona gjë. Kapne. Kapnos. Nëse ja futa kot, po Manalati që në top 100. Ore, si ka mundësi Vjet. në këtë qytet? O Kaçi, ti që miresh me këtë punë, valla. Unë i kam pyetje të kota. Po miro, ti je sekretari i shoqatës. Me tu Tani të nejtë, tërë. Ki ka punë më vete. Ergesi ka punë më vete. Ti je kretari i familjes. Do pyetje. Apo e kam gabim? Po përgjigja do përgjigjem. Si ka mundësi, si e shpjegon ti që lagjen e parë të qytetit nuk i bëhet fare reklam. Lere e rrugën, hajt mo varja. Kujt i bëhet reklama? Lesh të Kujt i bëhet reklam? çdo investim bëhet në Palorto, Kush i bën reklam? në Partizan, Kush i bën reklam? Ku e pe këtë reklamën? po pse bën atë të lajmë? Reklama i bëhet Gjirokastra, investimi bëhet nga privati mos e më. Po ata kanë dhe rrugë. Dhe në lagjen do bën investime, po s'ka rrugë. Ja S'ka bëhet gjë. investimi edhe në agjencën. Të shbër dami, super hotel. Ore, privati të thomi. Po e mo privati i bën gjithandej, kush i bën investime? Shteti? Po rrugët më kush do t'i bëj? Privati do t'i bëj dhe Po rrugët. ç'rrugë të bëj ti mo? Po ta bëri rrugën ti të prishi. Halo na bëu gaçi. Kujdes kamera. Vendim ke për të rosirë, ndaj kafshëve. Ne vim vokalare duhet dhe... Na e bën halalo eni. Po ti ke frikë nga Zebal. Jo, shko lere, lere. Sinqerisht. Zeba e ka me atë personale. E di e mora Të vesh. flasim pak tamam. Dua që të falenderoj edhe një herë të gjithë ndjekësit, se ata janë ata që na japin neve atë spollon, si quhet ajo. Nuk japi këtë injekcion dhe motivimi dhe e meritoni se është një gjë shumë është një gjë vërtet reale që bëhet për Gjirokastër dhe është një far investimi që Gjirokastra të jehoj anë në bankë. Nëse ata nuk investojnë siç duhet, ky podcast me shumë mundësi do t'i vi fundi dhe nuk migrimi. Po t'i vjen migrimi në podcast. Mund të futim ca Bangladeshas ta bëjmë podcastin. edhe nuk do kemi më. Jo mo fut indianët që punojnë te spitali tani. Është lojtari luftëtari. Tu edhe rritë e galua. Po du thash mos ka marrë dhe galua në një kamarier me ngjyrë. Pash një nga këto Mehmeto. Blero. Rama Ai që ku futur- mikrofoni. I ke futur Bangladeshqes se në zgjedhjet e ardhshme të kërkoi voton. Po, Rama. Mëson të gjuhën Bangladeshqe që të kërkonte voton në zgjedhjet e ardhshme. Po ja jep çaratën, po ja sa lek duhen për një mikrofon. Duhen 100 euro për mikrofonin, 100 euro për atë, një 400 se o miku ton nga Londra, si e ka emrin ai na që. Marrim telefon, lajm. Merre pak lajm, merre. Pa. Merre pak lajm. Pa.
Vajgjo, ka 100 euro dhe regjia ta motivoj pak. Ja tani e marrim në kamerë direkt, mikun ton nga Londra. Mere mikun ton nga Londra. Mere live ova. Live mu ja direkt. Bro. Ja me kamerë. Pa e treguar andeja. Po, neve kush është ata? Pa thua më në vetë. Po ta thoja, po si isha i sigurt. Se kush erdhi? Si bie telefoni. Se hap telefonin. Po më marri pasaj. Raundin e radhës. Raundi i radhës është që Vangjel ke një detyrë shumë të rëndësishme. Këtë muaj të ftosh komplet kandidatët Të marrësh për fushatën. Bashkë me juve. bashkë me Bleron, se unë jam Unë e ti. Bashkë me ju. Unë jam në një program tjetër që duhet ta mbaroj me patjetër këtë muaj dhe jam shumë i zënë, shumë i okupuar. Po të gjithë jemi me program, të gjithë jemi të Po preokupuar. ti ke dhe statusin, je gazetar, je dhe bashkëautor i programit i podcastit Experience Opinionizm munde, po jo bashkëautor, se mbi ty dhe Blero nuk dal. Unë nuk jam të thash, për mua kish podcasti i fundit. Jam unë. Të vi më i Po bukur. mos më. Pse? Po do hap një biznes me kështu në Portokalle. me portokallë është fillur. Po jo, jam në punë, mirë. jam në punë. Jam shumë i zënë. Pra tani. Fillova te vendi ku ishe. Ti që do hapësh biznes ata. Nuk ti ka krijuar qeveria këto kushte që të hapësh një Nuk ka biznes. krijuar qeveria në vendin e punës, kushtet e punës, ato të gjitha që kërkoj unë jam në rregull, prandaj nuk kam mundësi. E kupton? Nëse se apo. Tani halli është tek zotëria atje. Vangjeli duhet të na sistemojë të paktën nga një për çdo parti të vi këtu të shpalosi veten e tij programin Çfarë aty. për të qytet? Ta marri vesh edhe Naçja që është emigrant, që të jeni. Sidomos për lagjen Pazari Vjetër. Nëse Naçja për shembull ka një Pazari i vjetër është lagja më e vjetër këtu që ta dish ti, që e di. E di Po shumë ta mirë. dini ata që se din. Nëse Naçja ka për shembull një pëlqim për X kandidat, ai do vi tjetri mund t'i prishi mendjen e Naçja, pa ndryshon mendjen ja aty tjetër. Edhe kjo është. Mund të më gënjej. Ë? Mund të më gënjej Po nuk mendje. është gënjeshtër ajo, mund të bindi jo. Po Mund të bindi edhe Gënjeshtër. I ke si psikologët atë. Na që rrugën dova. Rruga është shumë e vështirë për të premtuar. Një Po rrugë. populli Dy atë kënaqësin e vogël. Shiko, populli atë ka nevojë rrugë, drita, ujë. Ato i kemi përveç pazarit të vjetër. I kemi ne ato tëra. Ujë një Unë stekatero. thash në parim, tjetër Si, punë, ujin e tjetër kemi. punë se së mengon. Ujin e kemi. Ujë ne kemi. Tjetër jeni. punë se ç'i mungon lagjes tënde, po në parim çdo kush banor qoftë në qytet qoftë në fshat, ato tre gjëra kërkon. Isha prapë thonë, Kur? para 2 javësh. Ç'bëj? Po pash listat e zgjedhësve. Prandaj vajte. Ku ka atje njëri? Jo, vajta se i kanë Dy çatistër. panolje. I kanë çatistër tek manastiri. Isha me një francez që fotografon në këto. Si u duk zona? Super, per ju duk, po ju duk bukur në anë tjetër, jo në këto anët tona. Si në atje? Ju duk bukur ola se që e vdekur. Si qik tani, se ka ndodhur një gjë. Këtë e kisha shokun në Instagram. Dhe i plisja e ndihmoja në baba bupa ndej këtej. Ky tani është i fokusuar tek pikturat, tek muralet e E marrë. kishave më shumë. Te afresket më Te shumë. afresket, bravo, se s'po vinte fjala. Se afresket e muralet ato i çmojnë shumë. Afreskja është fjala fiks. Afresk- s'po Që janë vinte. afresket. Pikturat në mur të kishave. Dhe sidomos krahas kishave në zonën e Pogonit është më perla për sa i përket objekteve të kultit është kisha e Shën Pjetrit në Oshter. Në Vetëm Oshter, po, edhe vetëm atje ajo është, është më Edhe perla atje nga është, të tëra. Edhe atje është, po ajo është me ruajtura. Po ajo është më e ruajtura Me për sa i ruajtura. përket muraleve dhe afreskeve. Në ajo është me Vetëm ruajtura. ajo është që ka mbijetuar krejt nga Është në kjo. Zagorje. Po, në Po, Oshter. Zagori. Edhe ky ishte më shumë për luginën e Drinos, po e shpura dhe andea, ti shikonte një herë kot. Vjet në adjetori neve u futëm në watch listin e World Monuments Fund, që është një gjë, që atje futen këto vënd tip Ukrainë që kanë rrezik. Që kanë rrezik të madh, që këto të shkatërrojnë, nuk futëm edhe neve. Shqipëria. Po, Po mund jo, të drejt botror Shqipëria. jo Shqipëria, luginë e Drinos. pikë. Luginë e Drinos. Rrezik i lartë për t'u shkatruar Jo, këto. po, tamam vend i tretë qytet Shqipëria. Dhe Pse nuk e përkesh? po me nuk është vendi i tretë tash. Po është mund në listë i tretë. be atë Ore Shqipëria është vendi i tretë, vlla. ishte vendi Të Ashtu e paktën, cilëson. të paktën, deri në Berlin. na që të paktën Shqipërisë ju bë promovimi. Sado mendim, sado ta mendosh ashtu. Zimbabwe si është bërë një promovim në Berlin në këto seminare panajre. Shqipërisë nuk i është bërë asnjëherë promovim, asnjëherë nuk i është bërë Me ato vallet, me ato vitet e fundit.
Mos të them në këto 35 vite tranzicion, e kupton. Vangjel. Mirë, Vangjel, të kërkojmë ndjes, po kështu thon bota nuk e thon unë. Ashtu thon letrat, vendi tret botrori. Do ti, s'do ti. Po secili ka mendimin e vet. Po nuk është mendimi im, more, është mendimi dokumenta. Tani, Si bllokoi Trumpi ca fonde, bllokoi edhe Zvicra, po Zvicra bllokoi vetëm 3 shtete. Neve? Dy në Afrikë, vlla. Jo, Bangladeshi në Azi dhe një në Afrikë. Po pse i bllokoi Zvicra këtu? Po s'kishte lek më, edhe e hoqën 3 më kështu. Nuk e di pse i bllokoja, punë e tyre. Po na këto të treja që u bllokuan që Bangladeshi, një në Afrikë ishim dhe Po ne. kemi diçka të përbashkët ne. Kush? Ne Bangladeshi dhe ajo në Afrikë. Ha. Nuk e them. Nuk e lere them. me kaq. Kur të hedhin në leko ta them. Lek, na do hedhin ata po. E more mikun ton ti. Nuk e vëjti. O se jetë duke jetë hedhur lek, do jetë rrugës pas se ka val. Agjensi funerale, shërbime mortore, qa keni lopata kazmara, çdo lloji të lidhura me qivuret, ju lutem na bashkohuni I pranoj. me A hedhi me ne që uri në podcast. Atje ta vëm këtu. Po na iku dhe kjo këtu më. Ikën. Ikën këta mbi zhulin, se kemi më agjensi në. Po Nuk çfarë e di. bëhet ajo? Po lokal mo çon bëhet. Si gjitha. Pazari lokaleve. Ose mall turk edhe hajt mo. Do lokal Edhe për bafurës se s'po hapet digjere nuk e pash. Ku? Aty janë të zëna. Po se s'po bënin ca rregullime ca gjëra. Jo, po bëjnë rregullim, është ajo zgara aty. Ajo ka qenë. Ah, s'gara, po. Jo, lokale, pazari Lokale, lokale. vetëm lokale, ashtu duhet të bëhet. Obelisku po. Vetëm lokale, hikin këta torerat, këta. Toria po. Toria. Çdo toria në pazar mo. Si bëj hikin tërë. Lokale, vetëm Por më bira. lokal mo bira qofte drog. Vaqe, unë të isha do zhirja zgara atje do pikja. Po, me bira. Toria të iki mo zinxhira. Zinxhira. Panorto. Dunavati lokale do Ti bëhet. mbledhin tërë në shënë Në këta. rënë, Atje ti marrin, ti bëjnë si gujt, ti marrin këto tani sot tani vim te këtu janë toria. artizanët o Te këta artizanët Kanë janë atje në 2500 vjet që janë këtu Panorto, në po, shënë, po. Rrugë e zejtarëve vetëm lokale. Po. Ashtu duhet të bëhet. Rruga e zejtarëve. Që me emri. Që na emri rrugë e zejtarëve. Ja. Lokale. Ka më mirë. Rruga e zejtarëve është bërë, po to të tjera. Emri javë kur që emrin ja vendosin kur që rruga e abandonuar. Bravo, këto do të pyesja se ti edhe kujtë Ti ditë 5 gjëra më vjet shumë. ti e i ri, rrugë e Emri zejtarëve është. pse ka marrë me Kanë rrugë dëgjuar se rrugë e rinis. Po aty kanë qenë në kohën e vjetër vëlla, te ne Qexhinj. Kur kanë qenë më zejtarë? pa filra ato gjëra. S'mund të vësh akoma, tani jo vësh gjëra serioze. Janë të premocë. Historinë të Erapi se si e ka pasur ajo rruga. Se Ajo ka qenë rruga e një deputeti francez të ardhur në vitet 20. Ai kaloi aty dhe i vendosi Në emrin vitet aty. 20 aty. Ne jemi në 2025 Se dhe deputeta flasim i akoma francez. për zejtar. Çito Ishte- zejtarët mo Vango Jo. ka vepa ka të glinë. Po, ke drejt. Se si e kishte. zejtar kota. Punon toria me dru tani, kur më makinën atje për 2 sekonda mbaron Ritoria puna. tani, gëdhën drurin atje Në 5.000 qene lek, kore, 5.000 lek, gjysëmore, 5.000 lek një bira, i bam. Mbarove Mbarove puna. po. Mund të metesh pak zoti Evangel. Këtë e fundi. Glina. Se ka shumë gaz na që me kujdes. Ja gëzuar tani. Ai gëzuar. Bledo po ide pak bledo to. Nuk pi glina. Spiu i të bekuar, jo. Sillin kështu apo. Shiko tani. Para se nuk është sa ta mbirim tani më jo, po puna është që E lëm dhe hapur. e dëm edhe hapur, po puna është që Edhe ai plaku në llomoj që vajtëm herën e parë, ka vdekur. Ua. Që vajtëm të shtëpi e parë që vajtëm. E po ai ti. Ka 2 vjet ai që ka vdekur. Atëherë që vajtëm ne vdiq ai. E. Pas një muaj. Mbas një muaj vdiq. O do të vëmë pas që ai na prapë. Po ai ka vdekur. Ka njerëz që nuk kanë njerëz tani. ku ti se 2 vete janë tërë aty. Herën e fundit qisha s'më doli asnjëri, më doli vetëm njëri. Sa janë? 7-8. Herën e fund para 2 javësh që isha, më doli vetëm njëri edhe i kërkova këtë Chelsea e kishës, se ky s'ma hapte telefonin. Ku di unë thos, jam në këtë javë. Ani dua të pjes pak lere llomon ole. Është nga fshatrat më të bukur në Qark, jo në Gjirokastër, po në Qark. Lere llomon. Hlomoja me kaldrume. Po më Evangel, ta dish se ti është fshati i parë në Shqipëri që ka pas kanalizime të ura të zeza. E thua me shakati, Jo, shumë jo, të kjo. jo, Është e jo. vërtet. Kështë atje,
Ti ke vajtur, më vjen keq tani. Aty ke kaldrume, ke Si shi menaxherin ishin bashkë. I ke parë Ka pasur këto fshatrat majora ande ka pasur në urbanistik është I vërtet. ke parë me jotin, ishte e parë që vajta. dy herë. I ke parë aty si ke tratë skalit. Po të kanë pastruar urën e Çiminxhit. Po ka lezet. Urën kur gjitesh lart për domosdoshmë sa fillon betoni, duket tani se I kanë prerë ato bimësit gjërat. Vazhdo betoni atë. Duket ura, po beton më. Beton, Po si beton, më mirë që atë beton se aty. Si që më zemra. Na që sa ke datën sot? Se di? 14 mars ditë e verës. Ore ditë e verës. 14 po. Na një aktivitet në një gjë, po na që sot jeni Gjirokastër. Çfarë? Merda kisha punë të mia, hallet e mia. Edhe për festën Jo. ditë e Se dia fare që ditë verës. Ore neve e periodën. I mjafton Kathara dhe Ftera në Greqi. U gopa atje e bëri nam. Neve e Ne vlla- periodën ditën e verës e festojmë për met. Ne vlla punojmë në Ndaj erdhi. si I thonë stiasi. Të zez. Mestia si në lokale. Si jam vetëm lokale. Primo ti Në merresh shërbim. në Do të thënë shërbim. hoteleri, lokale më të Jo, jo, tjera. Estia si paragliding. tamam është për lokale, hoteleria është tjetër punë. Në rregull, hoteleri. Ne s'kemi ditë festash. Ne punojmë çdo të ligji 5 ditë në javë. Ore unë nuk Po, ama- Jo unë di, po bazë dikush që na shikon nuk e di çfarë simbolizon ditë e verës. Çfarë është ditë? Se kam ide fare. Nuk e kam ide fare. Pjetë në njëri nga Elbasani, nga këta që bëjnë nga këto ballokume, nga këto. Kume na gjëra. Ditë e verës është nga guida. ndrimi I stimëve. Ditë e verës janë ballokume, Edhe Po kohët e vjetra ilirët bënin këto Fest pagane. festat pagane, edhe ka ngelur. Ndronë Edhe stina, festohet. na fillon ngrojë. Ilirët kishin ca kushëri në Elbasan edhe aty bëj ajo mbledhja. Se kishte njëri ca. E kishte e bërë ujdi me këta taulantët me glau Jo, me shok. po atje që qendra që vinin ato të Temus, mallrat edhe. Apo kaluan dhe çika ande nga Pokrateci me Breti Bardyl. Aty që depo e Temut. Vinin mallrat në Kina edhe atje I blenin ilirët edhe këtu do mblidhen me thanë. Pastaj bëndojnë dalës ande nga përmet janë nga zona e molozve, jo bylinët janë nga Pellgutim, po Na cili pelgje ti Cili vangjel? pellgjet je? Galugin e Drinos, po nga pjesa Bylinët bylinët I zë zonë e Ballshit, kufi mes Tepelens dhe Ballshit, Bylisi. janë bylinët Nga po. Bylisi. Ndërsa unë jam pjesa sipër e luginës së Drinos, ku bashkohet Drinua me Vjosën, në fshatim aty. Si e ka emrin? Kodër, Tepelen. Te pelenësë? Kishin bërë rrugën, se kalova sot që asfalt. Që asfalt. Që vërtet asfalt. Punon tërmeti. Nuk e di sa ka, po sot e pash. Ka 3 muaj që ka Po, po. nisur. Këta na prishën punë, filluan dhe Zagorin, ta bëjnë asfalt, u çmenda fare. Ajo duhet. Ja, ma bërë duhet të asfalt. bëhet ajo më kaçi. Jo, jo, duhet bërë, Ke jam. shikon në anën turistike, po duhet Ore, bërë si ata jam shumë njerëz. dakord, po unë kam shitur. Janë në pikë të hallit fare. Ore, jam shumë dakord të bëhet Zagorin, po unë kam shitur Zagorin 3 herë këtë vit as. Ma off-road. Ndaj Jo s'bëhet- po asfalt, ç'i bëjun atyre tani? Jo, po ndaj s'bëhet rrugat e Vjeni nga Naqja. Napolla. Vjeni nga Pogoni, çoj nga Moja, futu ande nga Erami atëherë. Ajo do bëhet Ka unaz. Greqi dhe tira Naqe, ndjer. Ajo do bëj. Ai do ta bëj thjesht unaz. Po jo, mo jo, kaçi, e ti ku e ke zgjidhje vëlla. Ajo duhet bërë që domosdoshmëri që duhet. Ke gryka futu për klomo. Edhe për 5 orë. Rapsall dal Porso Pix Kore, ka. Atje ndaloje. Po, e kam. Edhe hajde miru pafshim. Ajo rrugë s'o bëhet kur sa të Kush? sa të jetë jetë jeta. ajo, do bëhet. Është vendosur që do bëhet. Kush do bëhet? Po ajo Erzagoris, është vendosur. Po, Zagori, Zagori, ajo, po, Zagori. Ajo e dim, ajo bë. Ajo është bër. Është bërë gab. Është bër se vajta para 2 javësh është bër. Ka Ajo nisur pak edhe mbaron. Puna ka nisur që nga Hija I Mallkuar deri te rruga e Topovës, që është 9 kilometra, Na 1 hija, kilometra. ja mos e isha para 2 javësh, se na hija markuar deri në Ndëran, mungon vetëm asfalti. Ka në një biznes ande nga Sakuria? Pastaj vazhdon poshtë livingu. Është livingu. Flas biznes e kështu. Ka janë Ti vesh të flesh të bësh naça. Ka të vogla. I ka gjëra të vogla. Ja. Ore Ka tash në është ka Në shefer, Ndëran, është dhe një në Oshtev. është në Ndëran në Oshtev një familje, më duket. Është Katerina dhe Ladi. Katerina është në Oshtev. Në Oshtev. Ladi nuk e di. Katerina. Edhe po, Ladi mo Katerina. që janë çift ata mo. Katerina dhe Ladi, Në ajo është Oshtev. Oshtev. Janë bashkë. Po, Okej, po, okej. po. Kam vajtu Ke në në Katerina. Sheper. Është në Sheper një. Ke guest house duli në Sheper, ke në Ndëran e harova kë. Ke 4 guest house. u të vesh të flesh domet. Po, ka bujtina, kështu guest house, gjëra të vogla. Katerina më duket se
iku në Amerikë. Është në Amerikë, po ajo 6 muaj andej, 6 muaj këtej. Jo, po më duket se s'vjen më këto 6 muaj këtej. Nuk e kam të sigur këtë, po më duket se ka 2 vjet që s'vjen 6 muaj këtej. Është 6 muaj andej, 6 muaj andej. Unë thjesht e them në parim se ç'bën dhe pastaj nga tani Tani të them një gjë una kaçi me këtë temë që the, është kot për si ti batute, po është e vërtet. Erdhi një miku im kuzhinier i vjetër shumë, Gjirokastrit. Vite në Gjirokastër, në turizëm. Edhe iku ka 30 vjet në Greqi, prap kuzhinier. Po. Edhe u rikthye tani se jam mbushur mendjen. Hajde. Televizorin. O të japim 1 milion lek, 2 milion lek, nuk e di. Nuk e di se sa lek, po lek të mirë shumë. E takova sot në mëngjes, mos bëj andaj këtë. Dorish mora vesh tash. Tani kish miku babaj tim, mos e babaj tim. Ç'të rita këtu, këtu vetëm tha pa edhe që pule tha dhe panceta hanta. Po në Gjirokastër. Edhe sa çkosi edhe para të skuqur ata. Unë na për kuzhinier tha. Se bëj do të gjitha, do iki tha. Se do iki. Ose bën dot si pëlqen. Po bëjmë të bëj atë që bën ai do bëj diferencë. Shiko, profesionalisht. varet se atë që bën ai do bëj diferencë. e bën dhe në varësi dhe të kërkesës së atij që e do ushqimin. Ose bravo, Është dhe këtu. Ose të marrë një rast më, ke furën këtu në Gjirokastër, doni të bëni reklam, ke furën në Gjirokastër. Fura, Jo mos e kemi problem, s'duam. fura Po, ka vajtur. ka bërë diferencë, afare në tërë është fura në pazar, për pazarin plas vetëm. Po. Edhe janë të tjerë që janë njësoj. Po. Ai ka bërë diferencë, të dalësh tani në pazar, ata 2 turista që janë i ke atjella. Edhe galu. Edhe ky po ta bënte. Edhe ky po ta bënte diferencën o ti kishe tek ata. Po nuk e bën dot diferencë, duhet ta bëj lokali. Ai punonte për teatrin Lokali olla. flaso. Ai duhet të hapi biznes të tij. Po s'ka lek. Shiko, është çështja tek pjesa e shërbimit, pa hoteleria nuk vdes kur në Gjirokastër, se ai turisti që do vinë në Gjirokastër do akomodohet. Çështja është e Do shërbimit. haj do pi. Do vangjel. Është çështja e shërbimit për mua si Vangel, duke e parë gjendje. Hoteleria do vdesi se po që ato toren që ta ky. Ose ata të tjerët që kanë ikur në pazari, po të dalim tani me hartë, çka pas para 5 vjetësh. Edhe çka tani, o të zhduken të tërë këta, që me shemen që kishte një lokal të lodhur, që i kemi tabelën këtu akoma, me atë roba qepsin, mirin, si e kishte, me i renën që do iki, me të toren që po ikën, me të tërë, në pazar do gjesh vetëm lokale. E di shon këta? Lokalet i gjenë në çdo vend të botës, molla, për çfarë do vish në Gjirokastër? Ndryshon ku a thon këta? Çi duam këta? Kështu thon. Batuta më e bukur që kanë bërë të turistat, që këtë vit në shkurt. Kishim shkurtin e kishim parashikuar zero, po kishim një walking tour. Edhe u E zuri gjumi Zotin thomi neve. Edhe të erdhi një turist. Ai do të paguante me kartë në Kala. Çpande ai sigurisht në Paris, nuk e di ai. E di që thash. Po zemra i thash, ti erdhe në Gjirokastër, Gjirokastër është UNESCO, është e lashtë i thash. Çto ti me kartë këtu mo i thash, me kartë i paguaj në vend tjetër i thash. Këtu ke kesh. Po futëm kartën, si jemi më në UNESCO i thash. Këtu po kalon lokal olla Është bira. bushur vendi me ATM. Bira e Me ATM, si i thon. me Bankomate. Si ka mundsi? Ore bankomatet e tjerë se do të heqin lekët ata. Ai është muhabet tjetër. Keshi është mbreti olla. Jo. Mos paguani lek në banka. Jo. Asnjë lek në banka. Vetëm me karta. Lek me karta, jemi në rregull. Një lek në bank, në xhep. Paguani me borxhe, gjithmonë me borxhe, Vangel, me Edhe të tikar. hartën 2000 lekë ta merrim me kartë, po deshe. E mbyllim fare po. Miq të dashur, faleminderit, ishte episodi i 28. Mos e mbyll fare. Mos ta mbyllim Mos e fare. mbyll fare që Mirë, nuk e mbyllim fare. Nuk e mbyllim. Gjithçka nis nga vetja vlla, i thon një llaf. ja këta bësh turizëm, janë po. që ke këta që ke sipër. Po vë një përgjegjës atje, ti ke këtë katrorin këtu. Po unë do të katrori, futesh ti në burg edhe s'ndodhet edhe më katrori. Po zburgo pse shumë ja voj policë në centër kë. Jo mo. Të vë një përgjegjës të zonës të mjedisit. Edhe ka i përgjegjësin për çdo mbet Ja i do të na çapira aki.
O futet brenda. Po pse ai përgjej si do ri atje basta ka si thon. Do futet brenda mo. Pse mo të ri basta ka atje, po Po gjithçka. këtu të ka futur në burg për 30.000 lekë mo, mos futin ato gjë. Blero. Për Blero. 30.000 lekë drita. O Blero. Dale. Prej këto. Të fillojmë prap. O Blero, gjithçka nis nga vetja për atë pjesën e ambientit e të pastërtisë vlla. Se çdo bëj dhe ai që do vëj përgjegjës atje të ruaj vendin. Çdo bëj dhe ai më shumë. Tani- Gjithçka nga vetja. tani ti thua- Nga mua, nga ti, nga njëri nga Ti tjetri. thua që duhet të emancipohemi të gjithë dhe të jemi të shqiptarët apo të huajt. Atë vendosin vetë ne o burr. Ajo në dorën tonë është, mo çdo gjë. Të tëra brenda në tru janë. Greku e thot një fjalë, ola me sto mjalojne. Të tëra në tru janë. Mirë, po ke pa ndonjë turist të huaj me kaq kosa ashtu të haj kurasane të hedhi qesën e Ai kurasanit. e mban banane në xhep, po një muaj banania në Shqipëri. Turist, Ore ai vjen të hedhi qesën e plera. ai vjen në datën 1 në Shqipëri. O ke Ha një banane në kakavi. ku e ke pa? Tek qenë dhe limonit po shpejt, para nga sa nuk e di qa qenë, buri me gruan hodhi kjo në sheshi ka një shpullë. Bërë shpullën. Po kupton, kurse këtu. Nuk e di. Edhe nuk është se e hodhi në shesh, e hodhi gjithë ca plera të tjera, është e vërtet kjo? Pa plera Ja, hodhi në plera. hodhi në plera, Ishte po në edhe rregull. në plera me ka një... Kurse këtu e hedhe i thot gruaja, mirë ja bëre. Para se të Turisti- filloni që kemi viduar. Turisti që se mos i lavdërojmë shumë dhe Mos e turistat, burë po këto, turisti e ka Po, për ta borxh bëj, të futet në datën 1, të E ka blej parë vërtet, të be, futet e në ka datën parë 1 të blej një kështu banane në kakavie. Deri në datën 31 që arrin në han të hotit, nuk o ta hedhi lëkurën, po zgjeti kosh, o ta hedhi në maldëzi. Lëkurën e bananës do ta hedhi ai. Jo, shumë nuk mirë. e hedh. E hedh. E mban në xhep. Po në një bidon. Bidon po nuk e hedh. Lëkurën e bananës e hedh. Putina e kroasanit i ka bërë menja. Me atë nuk e hedh. Nuk e hedh. Me një herë. Me Po, që kjo si e di shumë mirë. Me që Radafi kjo është pjesë e fundit e episodit të Sot sotëm. do vazhdojmë pak këtu. Jo, do të vazhdojmë, edhe po flisnim për pastërtinë. Pastërtia është kjo që e tha dhe Evangeli pak më para, çdo kush duhet nisi nga vetë. Po, tani kemi qenë bashkë Dunavat. Po. I shpun koshat e plerave të modifikuara, aq sa kishim mundësi blevëm ato. Doli një zotëri nga koshti. Qa tha ai zotria? Ai zotëria tha, "Ma mirë, hiqini vetë, ta, se o t'ja o vjetë ndonjëri." Vajtëm nesër. Kishte kosha? Nuk ishte kosha, po Po se i modi naqa, ai- mo që ishte atje. Ai koshi që Të mbite limoni. ishte vën limoni futjuna. në kosht ai. I shpurëm koshat, më i pikturoj Toria, i bëri dhe të bukura me lule. Ky e vetë. E tha, o vlla tha, në mamua këtë fuqin tha, se shumë e mirë t'ja pun një të vjetër, tha, e përdoreni këtë për kosht, tha, të ta bo në baç. Ishte tamam ai. Ta Jo, bëjë i vetëm tham ai, neve. po ai ta dha shenjën. Se e kem pikturuar. E mirë thaj. Në darkë. Nuk vajtëm të nesërmen, vajtëm të pasëm më ke ndodhë që në darkë, ha? Nuk vajtëm të pas nesërmen, s'kish më kosha atje. Rregulloj direkt. Po e bëri në kosht ai, më bëri portokale limoni. Pas se ka vënë ai, e ka vënë Vangeli, i gjitoni. Dunavatit. E, Vangjeli Dunavatit. e vuri ai. Ne që në Dunavat Najta. s'ka Vangjel. Ne nuk duam kosha, S'ka, tha. ka të krishterë Dunavati? Vështirë Ka, shumë. po Vangel s'ka. Ka të krishterë në Dunavat? Ka kështu që janë. Janë ata të konvertuarit. Pak. Janë këta me taftojta greke, je ka marrë tani 5 vite e fundit. Jo, pa letra janë. Po prap po, blero, peshku i qelbet na koka, thon. Po të jetë koka në rregull dhe bishti Gjithsesi. Ne i bëjmë thirrje të gjitha partive politike të na sjellin kandidatët tu. Edhe vet kandidatët të vinë. Sa të dëgjoj thirrjen tonë. Te kamera me llam të kuqe. Let jo të lutem apo jo, s'është. Stavro të lutem ta Stavro themi të më ta, lutem. ta themi tamam. Tani siç e tha edhe Blerua, çdo kush kandidat është i mirëpritur, dy herë tona janë të hapura, duke për secilin duke filluar që nga muaji që vjen. Ah, bravo. Pse nga muaj që vjen? Po që hapet Që çel zyrtarisht fushata. Shapër zyrtari. Jo akoma. Nuk është akoma, është muaj elektoral, e kupton, muaji i fundit që është. Ne flasim kështu. Ne flasim kështu a priori zyrtarisht. Nuk karkuar ato ditë. U blero. Mbas se do ta gjeni vetëm edhe për Gjirokasë, Gjirokasa nuk është fundi kavallës, po nuk është qytet i mbaruar. Do e gjejmë zgjidhje, do e gjejmë zgjidhje të përbashkët e në ata. U blero. Po sikur ta bësh live me këta. Edhe live e bëjmë, nuk kam probleme. Është dhe në varësi të dëshirës së tyre dëshira të- e atyre, po. Është dhe në varësi të dëshirës së tyre edhe live të jetë. Që ku jetë cigare du? Po, unë i fuzin xhep. Nuk jetë në shesh. I pik te i vëtë Kur jam tjetra. në natyrë, Nuk plas. jetë kur në shesh. Bravo. Unë i hedh edhe në një në shesh, po zakonisht kur jam në natyrë i futet xhepi pasëm olla.
Mos i një pislëqera, o kafsh me fytyra njerëzish, në përsheshe, Se boll jemi qelbur. se boll na morët shpirtin me këto. Ta mbajmë pastër ambient. Pislëqet po doni, hidhini në për dhomat e gjumit që keni, në për krevate, në për divane, Ere që një italian debil. Debil. Mos i një përsheshe. Mauri. Ne di staj? E njohun Mauro. Ere, ju gjirokastri të tha, që futesh brenda në shtëpi tha, e keni xhiz tha molla, pse jashtë tha kalon na pragu tha është qelbur tha, brenda tha. Po kjo ka ndodhur tani këto kohë të fundit. Prandaj në një podcast u kam thënë Niko Qirdhëku, është fjalë e atyre kurave, sepse gjyshe tona, unë e mbaj vetë mend nga gjyshe ime, dilte dhe e fshinte portën në lagje 100 metra. Sa të me te porta tjetër. Te porta tjetër dilte gjyshja e tjetrit. Gjyshja e tjetrit edhe dilte që rruga Dhams. Që rruga Dhams. Tani s'del më njeri fare. Nuk del më njeri. Po dhe kanë ku njerëzit. Po. Nuk ka njerëz, po nuk ka njerëz fare. Se ata që normal, ata që kanë qenë në Nikoqi, kanë pasur, ja kanë kaluar dhe të tjerë brezave, edhe normalisht është një pjesë të gjirokastrit dhe kanë pasur traditën, mikpritjen, pastërtin, Niko Qirdhëku dhe kanë patur, po që siç e thënë pak më parë kur i përmendë Evangelit kanoni gjirokastrit e ato listat e zgjedhësve, shumica e gjirokastritëve kanë emigruar për një jetë më të mirë ndoshta. Dhe neve që kemi ngelur, do përpiqemi që të emigrojmë. Apo jo? Si pse? Në Zeland, vlla. Zeland. Atje s'të kap njeri fare, se këtej na Gjermania edhe të kapin në Zeland. Larg. Unë e shoh këtë pjesën këtu në pazar, Dhe telefoni mos kapi fare. pas Bile në Mars, se unë gatrova. Qëndron të ca ju të paktën ka që të baja. pas 20-30 vjetëve nga tani që flasim, të jemi mirë të kemi shëndet. Vetëm me një kaçi shikoj tjetë këtu në për pazar. Ku mund dal 2-3 herë më që duhet Kur ne të jemi 50 vjeçar, vetëm me një kaçi duhet këtu në për pazar. Asnjë tjetër nga ne që jemi këtu rreth rrotës. Po të jem gjallë. Po të jemi gjatë, të kemi shëndet thash. Sa që 20-30 vjetë? Na kur të jemi 50 deri në 60 vjeç ne. Do vjeni kaçi akoma. Vetëm ai një kaçi duhet në Gjirokastër. 3-4 herë pazar. Menoj turist, se besoj bosh. nuk o ketë më turizëm. 50 vjetë me turist. Nuk o ketë më turizëm me ato. Ko besoj. O turizëm këtu ka të Qa vjetër. biznesi Do ketë mund të jetën. Po. Qa Kish mendimi jo. qa ekonomi Tani qa me ekonomia Pazari mund mund të të shtua, ketë. po Dunavali në t'i hanë mutin, Lero, edhe Lero. pazari të vjetër që thua Lero, ti. me gjithë respektin për ju misafirët, do ta bëj dhe unë pyetjen time. Për juve që jeni operator turistik, duke operator turistik kushdo që është nga juve. Unë jam guid. Po si guid operatore përfshini atë sektor, prapë së prapë. Si i shikoni pritshmëritë për këtë sezon që vjen? Duke u bazuar dhe nga vitet e kaluara. Unë personalisht 2 rezervime kam. Për tërë vit. Në prill kaq. Po në muajt e tjerë. Po dhe Muajt e për tjerë jam muajt e bosh, jam tjerë. i lirë. Jam i shtrenjtë, po Jam i lirë. jam i Ku lirë. je i shtrit? Në çaj je i shtrit? Është i lirë në aspektin është bosh, jo është i lirë. Sa pagu është jo? Po. Po varion Duaj nga në turun alla. sa orë? 3 orë. Në qytet. 3 orë. 2 orë, 3 orë. Po. 50 euro i tha. 50 Ku e euro për të minimumi. studentit? Të i shtrenjtë E disa në paguaj kuptimin. kujta në kotor. S'ka lidhje me kotorin. Me kë ka lidhje? Për momentin themi. Me kë ka Kaq, lidhje? 3 orë. Në Selanikova, që mora unë njerin vjetë. Ore bëjmë dhe Që që e 500 pali 500 euro. Që që pa licencë. 500 euro, Edhe i shtrenjtë pak. Sa e pagove? Nuk vede ishte po. Sa e pagove atë në Selaniko ka qi? 120. Po çfarë bëre për shembull? Jo, 120. 2 veta. 120 edhe po të isha 3 veta, prapë 120 do me. Po ku e çoi ai në Po si e Selanik? kishe itinerarin? Ore që 3 ca orë në Selanik. Walking tour. Walking tour, o, 3 konde pikat e... Qyteti Jo madh, kulla, jo s'ka, kudiuna. s'ka. 3-4 orë që më. Ore qyteti është qytet madh, janë 1 milion Po banorë aty blero, ka çofron. ti je i licencuar dha. Po këtu të thotë Ajo patoren më që- çove prapë te tori, ja thot tregom një tjetër. Ajo ta thoshte vet jam pa licencë. Nuk e di sa që ai me licencë. Edhe që vetëm që i gjeta se do ishin të zënë këta të tjerët, ë. E gjeta sot për nesër pa dashje. Me kërkesa në internet në tipe e tillë, ë. Mos krahaso këtë Selanikun me Gjirokastër. E Nuk kupton? krahasoj Selanikun. Pastaj me rruga Gjirokastër, minimale atje është po më e që- madhe o ka që sa këtu. Që më shumë se 2 fishi i tëndes,
Edhe që edhe pa licencë. Ka që rogat në Shqipëri, në përgjithësi janë rritur goxha. Janë rritur. Goxha. Janë rritur vërtet. Po. Tani, po të është me Ka rritur në proporcion apo disproporcion me çmimet? S'të kuptoj. Sa rëndësie. Sa është rritur një gjë, një ushqim, një naftë, një gjë, dhe sa është rritur rroga? Këtë muhabet. Paketa të shritur 100 ajde 200 lekë të vjetra. Po, hapa të tipit. Ja, për shembull, kjo paketa 100 lekë është rritur. Sa përqind? Le paketën. Jo, të them më minimumin. Po paketa është luks molla. Shporta, ajo është. Ajo është. Shporta është shumë e shtrenjtë. Ta ka bërë tipja. Ore, holandezët se të dolin në televizor vjet. Ata me tapete. Jo, në Saran. Një intervistë kështu që kishin kapur e thanë që çmimet në restorante janë të lira në Saran që të thyej në mes. Po, në Saran që të thyej në mes, çmimet në Saran janë okej tha, po në market tha, janë më të shtrenjta se te ne tha. Market është kjo baza që flasim. Unë sot vajla në restorant ishin 5 veta. Hëngrëm pivëm si duqja që i thomine. Për shpja që i thomine. Po, Edhe paguam 50.000 lekë. 55.000 lekë. sa veta? 5 veta. 5 veta. 5 veta 55.000 lekë. Po. Na 10.000 lekë për po. Kjo është sigurisht pa lekë për mua. Në Në qoftë se unë me këto që hëngra e piva sot këtu, në Janin, isha të pak të 120-130 euro. Është diferencë e madhe. Në restorant, Ku ishe, dale pak molla, ku ishe sot? në Sofratik. Po të vije këtu? Jo, këtu je pak më lirë se Janina, pak më lirë. Je pak më lirë, je. E di pse? Varet. E di pse? Nuk e di. Mua Se më në zhduk disa më lokale që vemi neve, lirë. Më zhduk më lirë në janë. jo, e pim birën 2.000 lekë. E pra, varet ku vete. Varet ku vete. Po, nuk thash tani në lokalet që e ke 4.000 lekë birën e këto. Plasë në lokalet normale. Në Katundisht, e më vajtim dikut e 12.000 lekë për person. Që prap hëngrëm si duqja, e pim si duqja. Po të vija këtu, nuk o më vende aq. Temeti Po do. më vende dhe 30 te meti. Po ki meti kush është? Në Katundisht. Që është kjo, fshat? Fshat në Kërcyr. Ujti ka dhe bujtinë. Bujtina Lile, po. Jo mos se kam problem. Gjen dhe rasti të përshëndesim Meti dhe Vjolsën se janë biti gjitha njerëz shumë fisnik, njerëz shumë pozitiv. E kanë ndërtuar një biznes super. Edhe biznesi është vërtet super, edhe Katundishta dhe ajo zona e Kërcyrës pavarësisht infrastrukturës prapë vizitohet. Dëgjoj më të bukur. Po ku i ka këto fshatra kjo Kërcira? Kishin një shtëpi të vjetër më poshtë, e kanë marrë. Edhe po e bëjnë. Edhe ato shtëpi poshtë. Ato poshtë e kishin marrë këtë vit edhe po Po kanë vajtur plot herë te Meti e te Këto plot. vite. Vangel, të bëri një pyetje Qatë Naqja. kishin bashk, unë rash dashuri me ata. Ku i ka këto fshatra Kërcyra, thot Naqja? Është nga pjesa që shkon për Ballaban. Nuk e di, nuk i kam bravo ato zona. Nuk sta nxjerra zgudhull me psi atë vlla, s'ke nga të vesh. Po për Tepelenën, çmendim keni për Tepelenën o? Duam një mendi për Tepelenën, nuk e di. Ti Vangel çmendon, Tepelena ka ecur në nuk e di. Hë? Si, se nuk do të qoj. Gjithmonë lëviz te Belena. Jo, sinqerisht, Tërmet Beçi në Tepelen ka bërë gjëra shumë të... Unë baj, Është me tallje po ka bërë vërtet. Jo, nuk e them me tallje, po jo, kam seriozisht. Ai ka bërë vërtet. Unë kam vajtur Tepelen shpejt e vetë, dhe tani dita sot është në ndryshim. Dhe shikosh? Në qytetin e tij ai edhe është ajo që tha Naqja që Ore, dikon shiko, nuk ka thot ajo, ka të thotë dashuria që ke për vendin valla. Unë kam në plan të bëj gjëra të mira Plero, për vendin tim. gesti Plero. Unë baj mend përpara se të ndërhyej tek sheshi, e di si ka qenë sheshi përpara E di shumë kalas. mirë, ishte Ka kërm, qenë fare, një ahuri vërtet. Ore që ka musi qenë. moçal, tani Tepelena Musi është bërë të moçal vesh në ishte, Tepelen, ishte. ke qef valla, drejton shpirti valla. Ka kënaqësi të pish një kafe në Tepelen. Mira, morën vesh që e ke grua nga Tepelena e këto po Lena tani, amanda, në rregull. A vash? Ti kujdes ti. Jo, edhe Korça, është e bukur, e Korça. në kosh do vete nesër, kush do të më takoj në orën 4 jam te afër katedrales. Apo te kulla e lartë. Po atje podcasti te- do idhet për na një evo. Dilni pritani te në orë 4, ju çdo mbasdite keni atje. Nuk e di. Finish. Do ta mbyllim. Ta mbi. Tani mund të jetë fura hapur? Po, besoj po.
Vangjel, 2 fjalë para se na mbyllë. Ma lat mua lejen. Po. Ke të drejtën e mbylljes, po me një thirrje për ata që na Vangel, dua të marrësh një ditë kamerat, vlla. Je, dëgjoj tani. Edhe unë të futesh tani. Ti vlla, Që ta mbylli ti duhet pjesa para. je institucion shtetëror. Që do të thotë, Nuk është shtetëror ky fare po. shtetëror është ai. punon në institucion Të vëgjëja është ai. Po. Tani të bëjmë Tani, një gjë se të vëgjëja i dashur O, Kaçi pushot dy çiko një sekonda sekondë. të lutem. Paguhet nga taksat tona. Po. Tani, unë nga ti dua një derë, merr një ditë kamerën, dhe hajde një ditë në lagje. Bëni reportazhe. Bëna një reklam në fund të fundit. Ashtu si qemi, me gjysmën e lagjes së rënë në shesh. Në atë gjendje se është, s'ka në gjithë të keqe, as të mirë, as të keqe. Jani se mirë na vjen edhe neve, e kupton? Se vina njerë thonë pazari ose bisi kur ngatrojnë, dua ta bëjë këtë këtu pazari i vjetër. Blica nga tresa janë i bëjnë me qëllim këto, nuk i bëjnë me ashtu. Se pazari këtu dua ta bëjnë pazar të vjetër me neve. O na që nuk i bën me Tani. qëllim ato. Aq din. Ai dir po, është kjo. Nuk i Tani bën me qëllim ato. bere një ditë kamerën, kë ridin ke? Ridin e kemi dhe djalë të lagjes, kemi rritur bashkë. Thua hidhe kamerën, ku thuaj. Po se do këtu kamerën, të mi ta mbaj unë kamerën. E kupton, edhe tilti me mikrofon dhe fol atje, bëj një reportazh. Gjejmë rasti të përshëndesim Riti Kucin edhe bëj thirrjen publike këtu. Me ti vet ai, s'ka nevojë. Jo, e mira është t'ia thuash prap. T'ia thuash prap. Jo, po, Riti Kuçi ka ikur në pazar. Ku ka vajtë? Ka ikur? Jo, po atje ka maman, baban. Po prap koka i bie tek vendlindja, tjetër Po dhe ne kemi ikur, valla. Riti Kuçi, çka ka soni Kuçin olla? Xhaxhaj. Edhe di koleg. Po ata janë kuçajt i zë plaka. Kurse ridin e zë pasari vjetër. Plaka është poshtë. Plaka baron vlla, mu te Marieta, ndër Marietën. Jo, është. Ore, je teleski? Pllaka zë vetëm pjesën e bendit tani apo si? Jo, dëgjoj këtu që të më shoh. O Kaçi, lere dorën e art. Dëgjoj këtu. Jo. Lagja plak. Është plak. Po mos dëgjoj tani se shton të reat. Pazari i vjetër mbaron tek Marieta. Finish. Dale pak, po ai. Nga Marieta dhe poshtë nga Ai që fura. kishte furën e bukës. Po. Që plaka ai. Atje është kufini. Po jo më ai që Është plak, pazari është vjetër. plak. Plak. Ik shikoj atë. Ik shikoj korrentin atje, te halit, ik shikoj korrentin çu atje. Kabina plak. Po jo ti ku e ka shpinë jo ti. Pazar të vjetër. Mund dër mua 1 metër, Është 10 se sa ti metër. poshtë jo ti. Nga litja poshtë. Kurse nga krau nga poshtë, rrugë vezirit, Mund të sokoli. rrugë vezirit, që gjitet domethënë nga Duke Orenancës. në Renancës, se. Tani, rrugë vezirit është Nga Renancës dhe te Marieta. Zyberat janë anë të projit. Zyberat janë plak, kurse Vaska është pazari i vjetër, aty mbaron. Kurse nga krau këtej është Mude Karanja pazari i vjetër. E kupton? Tani, këta mund t'i bëjnë si të duan, ose këta janë vënë emrin rrugë Mashkullorës, rrugë si që kanë vënë Sokaku të Lulajve atje poshtë rrugë Mashkullorës ja kanë vënë këta. Pse, sa ka këllyre që e ai? Pa shkruaj ti të gjithë. Duke mashkullor është komplet ajo që zbret poshtë. Po, që nga Jo sokak, se është rruga ajo. Nga Mitropolia Pa, deri shu tek quaj të mua, vëgjëja, jo quhet e gjitha. po ashtu quaj mo të thonë. Rruga e mashkullorës është quajtur e gjithë rruga poshtë. Tani, Po. ajo quaj Sokaku i Lulajve. Gabim se sokak ajo. Po mirë, u thonë si quaj. Se sokaku është çik më i vogël. Ka kushti vogël. Kështu që dero, dy fjalë. Prandaj dhe Lulajt janë të ndarë. Do ta mbylli Vangjeli. Ca në Varosh, ca në pazar të vjetër, ca je kupton, por ne nuk kemi një tifis. Se ne si të tërë. me kohën janë Po si të tërë. po. Ashtu problem. Tani o djem Se s'ka lidhje me njëri tjetrin. Me kë? Me topullin, ke lidhje ti? Ke vërtet? Të dia ishte ndryshe. Të më vazhdo se Natën e mirë. Jo më natën, do ta mbite Vangjeli. sikur e ndryshuat rolin tani, si. Bë programin, natë mirë Gabriel. Të dashur deputet ose që synoni të vini deputet, ju presim dera është e hapur, ftesa është e hapur, mirë se të vini që t'i zgjidhni hallet e naqes. Jo vetëm të naqes, edhe të Kaçit, edhe të Bleros, edhe të Mia, edhe të Regjis, ju presim të podcast Experience Gjirokastra. Natën e mirë.